Një 62 vjeçar ka rënë në prangat e policisë nëpërmet, pasi dyshohet se kishte përshtatur një ambient të banesës së tij në fshatin Qelarisht si thertore të palishme, ku baktit thereshin jashtë kushteve higjieno-sanitare, ndërsa mbetjet e aktivitetit shkarkoshin në lumin Vjos. Sipas policisë, operacioni u zhvillua nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Përmet dhe specialistët për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare në bashkëpunim me Autoritetin Kombëtar të Ushqimit AKU Gjirokastër, pas informacioneve se në këtë ambient ushtroi aktivitet i palishëm. Gjatë kontrollit u gjet një ambient i përshtatur si thertore për bakti të imta, ku ndodheshin 10 kafshë në proces therje, si dhe një numër baktish të therura. Po ashtu sekuestruan 10 matrikuj për bakti, të cilat dyshohen se janë të falsifikuar. Nga veprimet rezultoi se mbetjet e therjes shkarkoheshin përmes një tubacioni direkt në lumin Vjos, duke shkaktuar ndotje të ujrave dhe dëmtim të mjedisit. AKU bllokoi menjëherë ambientin ku zhvilloi aktiviteti dhe vendosi ndaj pronarit një gjop prej 200.000 lekësh të rinj. 62 vjeçari arrestuar akuzohet për veprat penale, fshehje të ardhurave, prodhimi kundërligjshëm i artikujve dhe mallra industriale dhe ushqimore, falsifikimi vulave, stampave ose formularve dhe ndotje e ujrave. Në kuadër të njëjtit hetim u proceduan penalisht edhe 2 veteriner, LD, 54 vjeç dhe YH, 66 vjeç, të 2 banues nëpërmet, të dyshuar për veprën penale, shpërdorim i detyrës. Pasi sipas policisë nuk kanë ushtruar kontrollet dhe nuk kanë marrë masët që ngarkon ligji për baktit në pronësi të 62 vjeçarit. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme, ndërsa policia e shtetit thekson se do të vijojë kontrollet për goditjen e veprimtarive të palishme, që dëmtojnë mjedisin, cënojnë sigurinë ushqimore dhe rrezikojnë shëndetin e qytetarëve.